Atëherë kur shkoj me marr gusl, ka dy forma gusli. Një që fut ujë ngojë dhe në hund, edhe la gjithë trupin dhe quhet që ke marr gusl. Ky është gusli i mjaftueshëm. Dhe kemi një lloj të dytë gusli që është gusli i sunetit. Si merret gusli i sunetit? Futesh në dush, 1. Lan auretin, pra pjesën e turshme, 2. Merr abdes, si abdesi namazit, 3. Lan kokën 3 herë me ujë të kulluar, të pastër, 4. Lan trupin të djathtën dhe të majtën, 5. Nëse është veni balt aty siç ka qenë kohët e mëhershme të hamameve, kur del nga dushi lan dhe komët dhe del jashtë. Nëse është si dushet e sotme, që janë pllaka, s'ka nevojë me la komët kur del jashtë. Ky është gusli sunet, që do të thotë, para këtij mund të përdorsh shampo, mund të përdorsh sapun, mund të përdorsh gryrsa, mund të përdorsh fshirsa, mund të përdorsh furça etj. Pastaj fut këtë guslin e sunetit dhe del jashtë, ose e kundërta, bën guslin e sunetit, pastaj fillon me shampo, me sapune, me llake, me ku dëgjon, me të gjitha gjonat, dhe pastaj del jashtë. Pra kjo është puna e guslit sipas farzit dhe sunetit.